A e kuptoni ju si jeni tani? Unë shoh ku i keni pozicionet në piramidën e narkoshtetit ju. Se janë trafikantët, janë biznismen, por në kryen e ju, a e kuptoni apo jo? Se çfarë ndodh? Pse janë ata njerëz në shesh? Kurse tani, ky duman, që mund të vesh 100 epitete, po se prishgojnë, fsheh emrin e Engjëlla Gaçit, fsheh emrin e Olsi Ramës, fsheh emrin e Damian Gjiknurit, të cilët ishtin delegata e tij. Damian, tani edhe po s'ke qenë të gjithë për t'ju thonë. Bëj besë sa të duash të nuk ta besojnë. Jo, nuk ta besojnë, Damian, se ka mund fajnë. Pra, fsheh emrat e këtyre, dhe ata janë me fotografi, janë me film, janë me video, janë me zë. E kuptoni apo jo? Dhe ai zhduket në parlament. Dhe këta ngrohen, dhe du them tjetër, çfarë po bëjnë? Belindën po e përgatit për arati. Cili nga ju ka shoqërua Belindën? Cila nga ju? Në skafe, në udhëtimet e saj në Greqi me skafe? Do dilni, se kujtoni ju se deti nuk ka sy. Edhe deti ka sy. Ja u themur ju. Dhe ai po pret të kaloj dhe pak që ta arratis Belindën. Ndaj dhe skapi i partisë nuk e sjell. Bën sikur e sjell, po jo nuk e sjell mandat arrestin e saj për s'dyti. Jo, rrënit qetë, nuk e keni këtu. Nuk e sjell, se ajo po përgatit me ikë, a më thonë. Ku e keni Agaçin? Ku janë? Ku është Enri Fuga? Ku janë? Ku i keni të arratisurit? Ata që po protestojnë janë herojt vërtet. Ata janë herojt e vërtet të këtij populli. Kryetar, në fakt, procedura liras replik, sepse tash mu dha rasti, me qenë se politikani më parshëm, që unë e quaj një lloj babeli psikologjik, se gjithmonë aty ku do t'i mësoj asaj që ka rëndësi dhe e bën irrelevant, ka një parim që e di shumë mirë se njihemi prej kohësh, nuk ka rëndësi gënjeshtra, thot, ka rëndësi kush e thot i pari. Në fakt, ajo teknologjia e tij funksionon. Sa për emrin që më përmendi, ai e di shumë mirë që unë s'kam lidhje fare me ata persona, as njoh asnjëri nga ata, dhe kjo është gjë e verifikueshme, siç janë dhe çdo udhëtimi imi, sepse ne fatmirësisht apo fatkeqësisht kemi qenë subjekte gjithmonë të skrutinitetit të çdo lloji, por fatkeqësisht disa nga emrat që përmenden aty familjarët e tij janë në foto. Nuk po them kanë apo s'kan lidhje, atë gjë ta sqaroj Zoti punës. Por kjo është për ata njerëz dashamirës të interesuar për emrin tim që aty kemi të bëjmë me një shpifje ordinare që s'ka lidhje me realitetin. Tash pse ky është i konfuzuar nga protesta dhe do që ta kthej protestën në avantazhin e tij, këtu prap ka një kontradikt të thellë. Se në fakt tu drejt e thanë, i pari që tha antitrampizëm është ai. Më vonë e ktheu pllakën. Kur të dali e vërteta e Arubës, dhe unë do të them, çfarë marrëveshjesh ka bërë ai për t'i lënë hapësirë që të udhtoj prapë në Amerikë. Këtë mbase ai duhet t'ia shpjegoj demokratëve të tij, por unë do të flas kur dali dhe vërteta e Arubës. Faleminderit. Urdhëroni. Replik zoti Berisha. Replik me fjalën për procedurë të zotit Gjiknurit. Me asnjë shpifje nuk e la dot veten tënde.
Dile bëj be këtu që s'ke qenë në... Dil bëj be. Dil betohu këtu, betohu që nuk e qenë në Aruba. Dil këti, kurse për saj për këtë asaj, të garantoj që gjithë qka është trillim dhe vetëm trillim. Fatmirësisht dosin e ka ndorë një armik i imi, që quhet Troplini, Altin Troplini, Altin Gjoka. Aja ka dosjen. Dhe aj me zi do prishtet shifte, kurse ty të fshehaj. Olsi Ramen e fshehaj. Angela Gacin e fshehaj. Nuk e fsheh për ty. Nuk e fsheh për Angelin. E fsheh për Edi Rama. E fsheh. Tani, në qofë se ti, thua nuk kam qenë, dil bëj be këtu, në Bibel, betohu vene këtu Bibelen, edhe je laju para shqiptarve. Bëj be. Por nuk bëndot be. Jo, nuk bëndot. Dil provoje. Hajde provoje. Kurse unë thuaj, kërko ti publikojnë. Kërko ati ti publikojnë për të vërtetuar që nuk je ti. Kërkoni ti publikojnë. S'kërkoni dot. Sulen Edi Rama, Sulejon Edi Rama, ata hapin llafet. Për ty, llafet janë të tyre. Kërko ti publikojnë. Këtë të thema më ta për jo. Po që... Falemderit, ulluni zoti Berisha. Mbaroj koha. Vijojmë me kërkesat për procedurë. Zoti Redi Muçi. Me listë. Me listë. Kush? Asnjëherë s'e ka marrë. Se ka marrë askush. Askush. Me listë. Edhe njëherë, ndryshoni agjenden, vendosni në agjend. Ligjet të cilat kërkojnë protestuesit dhe kanë mbështetjet plot të Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian dje ka vendosur në rezolut kërkesën për moratorium të çdo lloj leje në zonat e mbrojtura, të çdo lloj ndërtimi, të çdo lloj zhvillimi në zonat e mbrojtura dhe anullimin e ligjit që ka kërkuar prej kohësh Komisioni Evropian. Përputhuni me agjende